Ndryshe nuk i zgjidhje. Kyre, bone një pyetje interesante, pse këta s'po unifikohen? Po dhe? Unë menoj që përveç atyne që po i përmend Gaxheri, që janë pak edhe brenda logjikës, brenda hegemonisë, tregimit Kurtit, për mua shumë problematike të opozitës, sidomos të këto dy të mëdhajat, PDK dhe LDK është një sens. Këto nuk pe harrejnë ato që i dash me harru prej kohësh, nuk pe mësojnë ato që do të mësue. Nuk pe harrejnë një asmeri, pa kuptim absurde për sot nga kalumja, edhe nuk pe mësojnë një sen që i dash me mësue që është eksistenciale, që problemi kryesor në Kosovë është Albin Kurti, as PDK-ja për LDK-n, as Anasjeltas. Pa e mësue këto, edhe pa e harrue një histori absurde nga kalumja, që sot s'ka pikë kuptimi, nuk zgjidhet në mënyrë politike, po në mënyrë gjyqësore, këta kanë më konë gjithmonë për qamë. Kjo është çështja, nëse një problem ku kanë jamër i përveçshëm, pse s'ka bashkim? Unë e kuptoj, zotëri. Po s'ka bashkim, se gjysa e zyrtarëve të LDK-s menojnë që ma gabim PDK-ja se Albin Kurti. Një të kim PDK, gjysma PDK-s menojnë që ma gabim LDK-ja se Albin Kurti. Pra, ndaj jemi në këtë situatë. Këta le ta harrojnë kalumën, ajo në gjyq ka mu zgjidh, nëse kanë një mos pajtim e një mos marrëveshje. E le të kuptojnë të ardhmën, Albin Kurti për problemin e Kosovës, as Abdi Gjiku, as Hamza, as Ramushi. Pa i kuptue këto, pa e mësua mësimin, pa e harrue mësimin e gabum, ka mu konë që shutën kohën e këj ka me bajgare me ta. Zotëri Reza. Plotësisht ka drejt Argjendi. Po plotësisht ka të drejt që disa javësh të i thonë pak a shumë tregimin e njëjtë, por ju keni qenë edhe pjesë e listës. Pse pra nuk ka një lloj bashkëpunimi para zgjedhore? Që problemi... Sepse me që kreti kena sytë, nëse hipotetikisht, po thame, shojnë si problem një person, atër pse nuk ka bashkim kundrejt ati personi? Krejt karriera politike, Albin Kurtit, Abdi Gjikut dhe Vjosa Osmanit është vetëm koncepti i tyre kundër PDK-s, kundër UÇK-s, kundër Hashim Thaçi. Ja. Unë me dhonë shto, përderi, zotëri Reza, ishte Vjosa Osmanit, po veç në po ta të regoj, po për mos Milano dhe Shikust me ra pre e mendimit tanë, veç po të regoj që Vjosa Osmanit ka qenë pjesë e protestave që në moj për 4-shën e modhe. Dhe ka qeni për krosë. Mas e ka dit që... Tash nuk e di unë amasi ashysh se nuk muj me menu që ka mendu në atë moment Vjosa Osmani. Ka drejt e rejtë. Unë e di. Ka drejt. Nuk mundesh me pas shqiptar që është kundër UÇK-s. Mundesh me konë kundër individve, po jo kundër UÇK-s. Një vartë protestës që konë pro UÇK-s, Vjosa ka dalë liste e fundit. Masi e konfirmoj që Albin Kurti se ka një koalicion për presidente. Mirë, po pas dojnë ato protestë. Të vazhdoj veç edhe një minutë. Nuk ka dalje tjetër prej situatës për pos zgjedhjeve. Edhe nuk ka opozit në botë e cila ju frigohet zgjedhjeve. Na duhet me që vendin prap në zgjedhje, sepse ka me ndryshu momentumi. Pas 16 shtatorit, ka me qenë një rol tjetër. Dhe cilë do tjetë roli, sepse nëse shikojmë, na diskutuam para prakisht këtu, në thash, pse po frigohet, si shta zëtëri Shala, opozita me i në zgjedhje, kur realisht numri votuzve ka rarë, rrjedhimisht partia me mas shumë të vota është zvoglu pak, ka përfitua OK-ja në këtë rast, duke marë parasysh që trend, 3-4 vota i ka shtu dhe LDK-ja, pse mu frigu opozita? Po frigohen... Nuk e didi asë në arsye nuk ka opozitë. Jo, unë e përdam, nësë është i tilë, sepse mu s'po mdoke që tu frigu. Pare e thjesht, po, edhe ata jënë tu frigu. Vështë ta vazhdoj. Okej, po, zotëri Rezaj. Qëre, nëse vjen dhe të ndryshimet në LDK, për shembull vjen përparim Rama i cili do t'i bashkoj këta dy kratë cilë t'jam damë që një kohë gjatë e që pja ushe sherrin krejt Kosova. Nëse vjen ai, LDK-ja tinit sigur se do të shkoj dhe 24 deputet. Nëse lirohet Thaçi apo Veseli, cili do prej tyra, apo dy të bashk, PDK-ja do të rritet minimum për 5%. Edhe atëherë vjen momentumi ku Albin Kurti bjen nër 40%, edhe nuk është faktor ma në Kosovë. A duhet me largu Albin Kurtin si zgjedhjet problemit. Sa është e pa mundshme. Po, dhe nuk mujna mi pas zgjidhjet e problemit në diçka që nuk i kemi ndorë ne, lirimin e 4-shës madhe, zotëri Rezaj, sepse nëse shkojmë kështu me tahmen për bjenë që është të populli, është problem. Qka nëse një vendimin ndryshëm pas ta? Dëshirore. është dëshirore. Pa tjetë, zotëri Rezaj, unë e pajtona me ty, edhe na dëshirojna më liru, absolut keni të drejtë, është dëshirë fisnike kjo që për thonë jo. Po, a mund të avarim fatin e partisë në një vendim që nuk varë për një? Përveç që se varë. Qëre, vështë edhe një minutë. Pa tjetër.
Qëre, se u ka vita, më falë. Nuk ka problem, njerëzore gabime, zotëri Rezaj. Edhe unë e vërglat.